Ka kaluar një javë që kur u shpallan pushimin në Gaza, kur palestinezët dëgjuan lajmin në bregun perëndimor të pushtuar, festuan, ndjen lehtësim dhe shpresë se gjenocidi më në fund kishte marrë fund. Por gjithashtu kuptuan se për palestinezët nuk ka armë pushim. Dhuna e përditshme, se cilës jemi nënshtruar për dekada, shkruan analisti politik palestinez Mohammed Al-Kik, nuk po jep asnjë shenjë zbutjeje. Që nga 7 tetori 2023, brutaliteti i pushtuesit ton është vetëm përshkallëzues. Sot, jeta në bregun perëndimor është bërë pothuajse pamundur. Në bregun perëndimor njerëzit ende nuk mund të arrijnë në arat e tyre për shkak të pengesave të ngritura nga ushtria izraelite, ose nga frika e sulmeve të ushtarëve dhe kolonëve izraelit, ose të dyjave bashk. Ka sulme të dhunshme të përditshme ndaj fermerëve palestinezë dhe tokave të tyre, që nga 7 tetori 2023 ka ndodhur 7154 sulme nga kolonët izraelit ndaj njerëzve dhe pronave palestineze, disa prej tyre vdekje prurëse. Pothuajse 1000 palestinez janë vrarë nga ushtria izraelite dhe turmat e kolonëve, përfshirë 212 fëmijë, më shumë se 10.000 palestinez janë zhvendosur. Kolonët dhe ushtarët kanë shkatruar 37.237 pembull liri, që prej 7 tetori 2023. Edhe jeta në zonët urbane është bërë e padurueshme. Si banori Rawabit, një qytet në veri të Ramallahut, shkruan Al-Kik, edhe unë ndjej për ditë mbytjen e pushtimit. Nëse më duhet të udhtoj jashtë qytetit për punë, për pazar, për dokumente zyrtare apo për çfarëdo tjetër, mund të mbetem i bllokuar në një pikë kontrolli për orë të tëra dhe të mos arri kurrë në destinacion. Midis Rawabit dhe Ramallahut ndodhen 4 porta hekuri, një kull ushtarake dhe një pengesë, të cilat mund të shndrojnë udhëtimin 10 minutësh në përjetësi. Në gjithë bregun perëndimor ndodhen 916 barriera izraelite, porta dhe pengesa hekuri, 243 prej cilave janë ndërtuar pas 7 tetorit 2023. Këto hapen dhe mbyllen sipas tekeve të ushtrisë izraelite, që do thotë se një palestinez mund të mbetet i bllokuar për orë të tëra në një pengesë të vetme. Kjo ndërpret çdo aspekt të jetës, nga vizitat familjare, te kujdesi urgjent mjekësor, ndjekja e shkollës apo transporti i madrave. Palestinezëve ju është mohuar gjithashtu hyra në Jerusalem dhe përrjedhoi liria e tyre adhurimit në xhamin Al-Aqsa dhe kishën e varrit të shenjtë. Vetëm pak palestinez marrin lejet e veçanta që nevojiten për të hyrë në qytet. Ne, shkruan Al-Kik, kemi hyrë për herë të fundit në Jerusalem më shumë se 20 vjet më parë. Kjo do thotë se një brez i tërë të rinj nuk e njeh qytetin, përveç se nga fotografitë dhe tregimet e prindërve dhe gjyshërve të tyre. As gjatë natës palestinezët nuk lihen të qetë nga pushtimi. Çdo shtëpi palestineze mund të jetë objekt bastisjeje nga ushtria izraelite, me ushtarë që thyen derën e hyrjes, terrorizojnë familjen brenda dhe arrestojnë pa akuza disa prej anëtarëve të saj. Edhe fqinjet përreth terrorizohen, kur ushtarët izraelit qellojnë me gaz lotësiellës pa arsye, vetëm për të shkaktuar më shumë vuajtje. E drejta për një jetë normale, për të adhuruar, për të kaluar kohë me miq dhe familjen, për të lëvizur lirshëm, për të pasur kujdes mjekësor dhe arsim të rregullt, u mohohet plotësisht palestinezëve në bregun perëndimor. Gjatë dekadave që prej pushtimit vitit 1967, Izraeli ka arritur të kontrollojë pothuajse gjysmën e tokës së bregut perëndimor. Ai ka bërë këtë përmes ndërtimit vendbanimeve dhe konfiskimit të tokave palestineze, duke i shpallur ato tokë shtetërore ose zonë ushtarake. Vjedhja e tokës palestineze është përshpejtuar pas 7 tetorit. Të paktën 4987 hektar janë sekuestruar gjatë 2 viteve të fundit. Në shumë raste, toka e konfiskuar përdoret për të ngritur vendbanime të reja apo për të zgjeruar ato ekzistuese. Ndërtimi i vendbanimeve në bregun perëndimor nuk është i rastësishëm. Toka zgjidhen në mënyrë të tillë që të rrethojnë fshatra dhe qytetet palestineze, duke krijuar një brez vendbanimesh përreth tyre, që pengon çdo formë vazhdimësie gjeografike midis territoreve palestineze, duke shuar kështu ëndrrën e një shteti të ardhshëm. Për të mirëmbajtur këto vendbanime të paligjshme, Izraeli ka vënë dorë edhe mbi burimet natyrore të bregut perëndimor. Ai ka uzurpuar pothuajse të gjitha burimet ujore, duke siguruar një rezervuar të madh uji në shërbim të zgjerimit të vendbanimeve.
Për palestinezët, kjo ka qenë katastrofike. Ata tani varen pothuajse plotësisht nga kompania izraelite e ujit Mekorot, e cila jep kuota shumë të vogla uji për zonat e banuara dendur palestineze, ndërsa kolonët marrin disa herë më shumë ujë për kokë banore. Çdo verë, kur mbizotron thatësira, palestinezët detyrohen të blejnë ujë shtesë me çmime të kripura nga Mekorot. Ndërkohë, puset dhe depozitat e ujit të shiut palestinezëve shpesh sulmohen dhe shkatrohen. Që prej 7 tetorit 2023, qeveria izraelite ka përshpejtuar përpjekjet për aneksim. Ne ndiejmë se marrja në kontroll e zonës C, një zonë e përcaktuar nga marrëveshjet e Oslos, ku Izraeli ka kontroll të plot civil dhe ushtarak, është e afërt. Kjo do të nënkuptonte rrafshimin e fshatrave dhe komuniteteve palestineze dhe dobimin e popullsisë drejt zonës A, e cila përbën vetëm 18% të bregut perëndimor. Pastaj do të vijë edhe zona B. Procesi i dëbimit detyruar ka filluar tashmë me komunitetet beduine në këto dy zona. Ky është realiteti ynë këtu në bregun perëndimor, shkruan Alkik. Ndërkohë që mbahen konferenca paqeje dhe shpallet paqja në lindjen e mesme, ne nuk dimë asgjë për të. Çdo ditë, çdo orë, çdo minutë, ne jemi të ngacmuar, të friksuar, të shpronësuar dhe të vrarë. Prej dekadash, Izraeli ka refuzuar zgjidhjet politike dhe ka ndjekur një politik kontrolli mbi tokën, popullin dhe burimet. Ai vazhdon të bëjë luftë kundër nesh edhe kur bombardimet ndalojnë. E vetmja mënyrë për të arritur paqe të vërtet është të pranohet pushtimi dhe t'i jepet fund atij, shkruan mëtej Mohammed Alkik.